Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin Tonin Gogu në fjalën e tij në Kuvend foli për projektligjin për denoncimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondacionit Hans Seidel të Republikës Federale të Gjermanisë. Gogu tha se Fondacioni Gjerman ka kërkuar përfundimin e kësaj marrëveshje dhe prandaj e kërkon edhe miratimin e Kuvendit. Ministri u shpreh më tej se Hans Seidel ka ndihmuar Shqipërinë në fazat e para të tranzicionit dhe antarësimit në NATO. Me kërkesën e drejtuesit titularit të këtij fondacioni, zotit Markus Ferber, qeveria shqiptare është vendosur në dieni për përfundimin e këtij kapitulli shumë të gjatë 30 vjeçar bashkëpunimi që na kanë ndihmuar në fuqizimin e shtetit ligjor dhe demokratik. Dhe për këtë arsye, në zbatim të ligjit organik të marrëveshjeve ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, në momentin që ne, dhe siç e parashikon dhe vetë marrëveshja, në momentin që vihemi në dieni për përfundimin me njoftim të menjëhershëm dhe të njëanshëm, ne vim përpara jush për të marrë miratimin nga ky kuvend. Ky bashkëpunim ka nisur në ngritjen e institucioneve dhe mbështetjen e administratës. Një aspekt shumë i rëndësishëm ka qenë sektori drejtësisë, bashkëpunimi me shoqatën e bashkive nëpërmjet masave të kualifikimit dhe nëpërmjet bashkëpunimit të policive. Gjatë veprimtarisë së tij në Shqipëri, fondacioni i ka mundësuar Shqipërisë mbështetje të rëndësishme në fazat e para të tranzicionit, por edhe në antarësimin euroatlantik. Deputeti Ervin Hoxha vlerësoi bashkëpunimin me Fondacionin Hans Seidel duke e cilësuar si kontribuesi dhe mbështetësin kryesor të Shqipërisë. Kjo është një etapë gjatë bashkëpunimit 30 vjeçare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe këtij fondacioni me seli në Myni. Po duhet gjithashtu të sqaroj se bashkëpunimi me Republikën Federale e Gjermanisë dhe veçanërisht me Landin e Bavarisë do të vijojë si më parë duke thelluar bashkëpunimin midis Shqipërisë dhe Republikës Federale Gjermane. Prej vitit 1992, Fondacioni Hans Seidel ka qenë një partner i rëndësishëm i vendit, duke kontribuar ndjeshëm në proceset e tranzicionit, demokratizimit, integrimit euroatlantik dhe së fundmi në procesin e antarësimit në familjen europiane. Aktivitetet janë financuar kryesisht nga Republika Federale Gjermane, Bashkimi Evropian dhe Shteti i Lirë i Bavarisë. Hoxha tha më tej se fondacioni do të mbyllë zyrat në Shqipëri nga 1 janari, por bashkëpunimi do të vijojë në forma të tjera.